Thriller në Francë, grupi kriminal rëmben një çift e torturon për 2 orë dhe i grabit 8 milion euro në kriptovaluta. 3 burra të maskuar rëmbyen rrahën dhe përfundimisht detyruan një çift në Francën perëndimore që të transferonte shifrën rekord prej rreth 8 milion euro në kriptovaluta, njoftoi zyra e prokurorit e cila po drejton hetimin. Autorët një grupi strukturuar kriminal, sipas hetimit, hyn me forcë në shtëpinë e çiftit natën e së mërkurës ndaj tenjtes. Sulmuesit lidhën gruan dhe partnerin e saj, të cilët i rrahën për gati 2 orë, duke kërkuar që viktimat e tyre të depozitonin kriptovaluta, shpjegoi prokurori i zonës në një njoftim për shtyp. Një hetim është nisur për akuza që përfshin zhvatje dhe nga një organizatë kriminale, ndalim të palishëm dhe formimi në një bande me qëllim përgatitjen e krimeve. Rrëmbimet ose tentativat për rrëmbime të lidhura me kriptovalutat kanë qenë në rritje në Francë në muajt e fundit. Në fillim të janarit, një burr 56 vjeç u gjet në bagazhin e një makine në Le Mans, në qendër qindra kilometra larg shtëpisë së tij në Francën lindore. Sipas mediave franceze, ai ishte babai një influencuesi të kriptomonedhave me bazë në Dubai. Më pas, në fund të janarit, bashkëthemeluesi i kompanisë portofolit të kriptomonedhave, Ledger David Baland dhe partneri i tij u rrëmbyen në qendër. Baland, të cilit ishte prer një gisht, u lirua gjatë një operacioni policor, ndërsa partneri e tij u gjete lidhur në një automjet.